Të dashur pronar, të dashur drejtues, duhet keni kujdes në marrëdhënie me stafin tuaj. Sepse çfarë ndodh? Dëshira juaj që stafi juaj të jetë edhe mikja juaj bën që ky person t'i shkëputet vëmendja nga profesioni dhe të mendoj që e ka të sigurt karrigen, sepse shefi e përshëndet më ngrohtë, shefi kërkon të pinë kafe dhe jashtë bashkë apo të kalojnë dhe darkën bashkë, dhe kjo nuk është një marrëdhënie pune. Kjo punë do t'i japi fund në mos herët avon. Kjo është një rregull. Aty ku nuk është një shprehje shumë banale që nuk dua ta përdor, unë do ta them vetëm fillimin dhe vazhdimin gjeni vetë. Aty ku ha buk, pika pika. Që do të thotë, si mundet që një sekretare, se unë ato vajzat janë nxënësit e mia që vinë palestër. Ato vajza vinë, kurojnë, trajnojnë palestër dhe shpjegojnë ku punojnë, dhe në darkë se si vjet shefi e merr me makinë e çon që dali shëtisi, dhe pastaj shefi ankohet, apo vajza mbetet pa punë dhe vajza vjen prapë thotë mbeta pa punë sa ai maskaraj moqe nga puna. Ju në këtë rast nuk edukoni, pra nga ana profesionale nuk edukoni, nuk e bëni që, pra nuk e trajnoni personin tuaj, stafin tuaj, sepse mundet të jetë pa eksperiencë, shumë e re. Duhet jeni ju që ta trajnoni atë, që të jetë produktive për sektorin tuaj dhe nëse zvlen, të jetë produktive për jetën e saj personale, bëjnë një gjest të paktën dhe ato të vazhdojnë jetën e tyre në bazë të këtyre eksperiencave. Do thoni ju që janë vete dhe ato janë të reja, ato mbase duan të fitojnë shumë dhe shumë shpejt, jeni ju ata që do të menaxhoni punën tuaj. Nuk mundet dalësh me sekretarin që ka në dorë dosjet, letrat e tua, të dalësh pish alkool natën me të. Mbase kjo ndodh për persona të pjekur si puna ime, mosha ime që nuk kalohet në tema tjera. Pra unë mund të dal me një shef, unë do me thënë mosha ime, mosha e mesme dhe më lartë, është pjekuri. I di se nga vjen rreziku, di si të ruaj limite, di si të ruaj kufirin, por një vajzë e re ose një adoleshente nuk mund të ruaj kufirin që të ndaj ku ndahet karriera me intimitetin. Prandaj jeni ju ata që do edukoni. Duhet keni parasysh, jeni ju shkaktar që ju stafi juaj nuk qëndron korrekt me punën, jeni ju shkaktar që ato nuk kanë kërkesa për të rritur nivelin e tyre profesional, sepse jeni ju që i hapni dyert e makinës, i hapni dyert e lokaleve, unë kam asistuar jashtë mase në këto ambiente. Vetë klientët e mia, vajzat e reja më ka thënë Zyshe, do vish sot se kemi një darkë, shkojnë atë darkë edhe nuk e di, nuk e imagjinoj dot, se si mundet shefi të jetë vetëm me sekretaren apo të jetë vetëm me punojësin në darkë apo në darkë dhe nuk është me familjen dhe nuk është me gruan e tij. Kjo nuk është diçka për të çuditur, se është një vazhd, por duhet pranoni edhe rrisjet. Unë këtu jam. Bëni se të doni, jeni njerëz të pjekur se drejtoni kompani, drejtoni institucione, por kjo nuk është pjekuri profesionale dhe ky është faji juaj që punët tuaja dështojnë. Ju përqafoj.